Në ndërkohë, e tha që është kurrishtja është shumë e madhe për me i njoftë dhe me i pa nga afër. Është e hapur për të gjithë. Është e hapur qendra multikulturore, jo, është e hapur për të gjithë. Aktuale është hyrja dhe vizitat janë pa pagesë. Ne shpresojmë shumë që vizitat në këtë qendër të bëhen të jenë të gjithë familje të cilat nuk ka njohuri rreth komuniteteve roma, shkali dhe egjiptian, ta vizitojnë qendrën multikulturore krah, njoftohen me artefakte të ndryshme të cilat janë prezente aty, me veshje tradicionale, me historinë, me identitetin, me këtë rrugtimin prej asajna, prej formës të kaluarën në të tashmen, gjendja cila ka qenë, në cilën gjendje jemi aktualisht, dhe pse jo të mos i njoftojmë dhe gjeneratat e reja. Mungesa e njohurive dhe i literaturave përkatëse e rrit formën e diskriminimit në drejtim të komuniteteve. Përderisa ideja jonë është që nëpërmjet prezantimeve të ndryshme të ndikojmë edhe në zbutjen e diskriminimit në drejtim të këtyre komuniteteve. Çdo hulumtim i cili është bërë në vitet e fundit ose dhe më herët ka dalë që mungesa e kontakteve të para, mungesa e njohurive dhe krijimit të raporteve me komunitetet e ngrit diskriminimin në drejtim të tyre. Përderisa të gjithë kanë deklaruar që në momentin që kanë informata, në momentin që krijojnë raportin e parë ose kontaktin ose njohurinë me cilin do prej këtyre të komuniteteve, e kuptojnë që për shembull përdorimi i fjalëve pejorative është fjalë ofenduese dhe ndalohen me ligj, që të gjitha etnitë të cilat jetojnë në Kosovë kemi të drejtat e njëjta, secili prej neve kemi një farë lloj historie dhe një farë kulture që duhemi m'ia respektu njëri tjetrit, ose duhemi ta njohim asa jemi të ngjajshëm aq edhe dallojmë.